E tani jemi të plantacioni i aronisë së zonjës Afërdita Murati, ku tash për momentin edhe është ka filluar sistemi i ujitjes pik-pik, dhe për më shumë detaje dhe për gjithçka si bëhet prodhimi i aronisë, boronitës e të gjitha aty në tjera, e kemi këtu pranë meje zonjën Afërdita Murati, një grua e përkushtuar në punën e saj dhe normal për një punë të palodhshme që e bën zakonisht. Faleminderit shumë që na pranove të jemi pjesë e juaj një ditë të suaj sot. Faleminderit Elza që keni nda kohën po ashtu edhe për neve, se kjo është edhe një përkraje televizionit KTV, faleminderit shumë. Këtu jemi tek plantacioni aronis, të më hanku këtu kemi rreth dikon 30 are. Kam filluar me kultivimin e aronis në vitin 2017, kurse me biznes kam filluar në vitin 2015 me kultivimin e mjedrës. Duke parë se aronia është një frut ma inovativ në Kosovë dhe vlerat ushqyse të aronis, atëherë fillova me kultivimin e aronis, edhe si produkt e kam njoftë në Kroaci. Kur fillova në Kosovë, unë marrë pjesë edhe në tregun mobil. Në Prishtinë, që nga viti 2015, kur fillova promovimin e frutit, po ashtu edhe fillova promovimin e langut të aronis, nuk e njefshën. As si frut e le mos i lang. Por unë insistova dhe gjithëherë e promovova si frutin ashtu dhe langun. Në fillim ka qenë ato vështërsitë sfida, se kur nuk e njeh një frut dhe vlerat ushqyese të aronis është pak ma idhë dhe ma i tharpt, se këtu në Kosovë ma shumë ishin këndësue edhe me produkte ma shumë me sheqer, kurse unë shkova diçka inovative, domethënë ta prodhoj një lang krejt natural, pa sheqer, pa konservans, por gjithëherë duke në tregun mobil, duke e hap shishën dhe duke e promovuar langun që ta provojnë. Them të drejtë nuk jam di edhe mirë, se kur e provoj që në të shumë, të është pak ma jedhë, po unë nuk ndala dhe arrita qëllimin tim, tash nuk e kam problem se domethënë e njohin edhe si frut edhe si lang, kështu që aronia, si pas studimeve të fundit, i kemi në 100 gram aroni të freskët, i kemi dykon rreth 16.000 antioksidant. Domethënë është një bombë vitaminash dhe mineralesh. Dhe për atë, domethënë përdoret me një sasi të vogël. Sot këtu, domethënë po shifët se veç është formuar fruti. Në prill ka filluar lulëzimi dhe falë kushteve klimatike këtë vetë, domethënë kena edhe frutat mjaftueshme, se nuk i ka prish. Se nga njëherë edhe po kena probleme se po janë disa ngrica qysh në prill edhe në maj, po këtë vetë është shumë e mirë, domethënë po shihet. Pjekja fillon dykon në muajin e 8, fundi muajit 8, kurse vjelja bëhet dykon me 10-8. Në hapësirat brenda shtëpisë tënde, që është pjesa e prodhimit atë, ku e pamë më herët, është edhe një pjesë ku mbani trajnime për grasi që përmende që jeni në përkraje. Tregona pak edhe për atë pjesë, për cilat trajnime i mbani, si vini drejt ato trajnime, edhe pse posaçërisht e ke vendosur që me i mbajt tek ju. Po, si që tregova Elsa, ne e bashkëpunojmë edhe me gra, domethënë nëse një organizat, për shembull, ka një projekt i cila mund të përkrah gratë me një trajnim me ekspert kësaj fushës, domethënë për përpunimin e langje, përpunimin e gjemave ndryshëm, na ofrohet dhe mu thirrën si ndërmarrëse, a mundë me mbajt një trajnim tek ju, edhe me ma bon një grup të grave të cilat të punon, edhe me ato që s'punojmë, ato që jenë të interesume për me punu. Ne kemi venin atje ku veç këtë, domethënë mundëm dhe në 30 gra, edhe vinë për shembull gratë, ne bojmë trajnime, po edhe mi trajnu edhe vetë sa i përket punës time të cilën unë e bëj, se përvoja për bëj këtë vetën, veç 10 vite. Edhe unë jam sfidu me sfidat shumëta, kemi pasur batica dhe zbatica. Nuk është gjithçka vetëm me lexu, pa bo praktikën. Kur të bëjsh praktikën, atëherë unë them se është gjithçka e den. Tash qa që më boni, dyqysh kur e di domethënë prej tokës time, prej frutit, tek produkti final, si është një produkt në treg e një, domethënë edhe sipas ngjyrës se çka domethënë është produkti krejt natural, është produkt diçka që po me shtojsa. Sa i përket cilësisë, ne jemi të licencuar nga AVUK, si pi grumbulluse dhe përpunuse. Produktet tona janë me analizë,
kemi kontrolla të rregullta, merren produktet, bëhet analiza e produkteve edhe gjithçka produkti është 100% natyral. E tani kemi me provu edhe lëngun e aronis, po të regona pak a shumë si përdoret, sa herë ndite dhe që nuk duhet me mush komplet një gocë, na zakonisht kur ta pëlqen shija, mujna me pi këgja. Kom posë dhe roset atilla që ka thonë në muj mi pi edhe një shishe, po mas gjysë ore ka unë veç mu ka sjell. Kështu që po e fillojna me hap lëngun e aronis spore për me provu, tani edhe me i tregu rezultatet. Në rregull. Kë nuk ka sheqer, nuk ka asgjë tjetër, është gjithçka bio. Natyrale, me shtrydhjet ftoft, jo i zim, se çdo produkt i cili, çdo lëng i cili zihet e u blerën në qyse, kështu që është me shtrydhjet ftoft. Edhe kështu sa tash po fillojna kështu për afërsisht 50 ml. Kështu, dhe më thonë 50 ml në mëngjes. 50 në mbrëmje, ata që janë domethënë për stabilizim sheqerit, i ndyrës në gjak, për infeksione urinore, për forcim të imunitetit, e marrin shumë edhe konsumatorë të cilat janë me kancer, se kjo me antioksidantë të cilit i ka rreth 16.000, domethënë largon qelizat kancerogjene, ndihmon tek të smurit me kancer, pastaj për gjandra tiroide, për bakterie ndryshme, nuk ka asnjë efekt ansor se është krejt natyral bio. Ne që kemi punën në teren, besoj që neve na duhet për imunitet, kështu që ne me pi për imunitet, edhe besoj që... është për krejt. Unë mendoj se që na pak e kena si zakona shqiptarëve që kur s'mu me marrin. Po unë vetë, si pronare biznisit, e marrë që 8 vite rregullisht. Dhe më thonë se na gjithër puna jonë, strisi, lodhja, që u mëngjes, hajde vonë, kështu që me ba si rregull me pinë mëngjes, ka 50 ml në mëngjes, 50 mbrëmje, para ushqimit, kur është trupi pa ushqim, ti kimi është maj mirë në gjak. Vetëm ata të cilët, dhe më thonë, kanë pa gjaksi, kanë lodhje, kanë tension më të ullt, e marrin bas ushqimit edhe fëmija dhe 7 zonat. Tjertë krejt para ushqimit. Kur të pinë këtë sasi, si pas mundësive, me najt gjys ore deri sa kjo ndika në gjak. Të tretet. Deri sa të tretet dhe ashtu e ka efektin më të mirë. Unë po e marrë kohën me provu. Po lirisht nashta besoj që nuk ka me ardhe elpë. Nuk ka dertë edhe besoj që ka me na ndihmu shumë. Besoj që po, veç u baftë mirë. Është 100% natyral, edhe nuk ka sheqer heq. Unë nuk e përdorja ashtu sheqerin shumë, kështu që po më vjen tamam edhe goxha koka i shishëm, nuk është ashtu që nuk mundesh me i përballu, pos atyre që janë mësu me përdor sheqer shumë, derisa të mësohen jo pak problem. Kur e kom provu në për panajire, për shembull kur e hapsha shishën, edhe kur e ishin mësu me sheqer, a thesha, s'po më isha me spise, po më duket pak i thatë të dhona, atëherë thesha, po si kur kafën, kur shkojsh për shembull me pi, aja qet vetë sheqerin, ti nëse don qitja sheqerin, po une nuk i qet sheqer se është diçka një produkt shëndetësor, është që ndikon për të mirën e trupit, domethënë për gjithçka, e ti nëse don, ma mirë i qet vetë, sipas shijes tone, po kisha preferuar që as për fëmijë, e as për të rritjen mos përdorin. Vetëm nëse dikush ka mjaltë natyrale që mundet me ambolsu, për ndryshe nuk isha thonë me i qitë sheqer. Ne këtu prej plantacionit të aronis të zonjës Afërdita Murati, ju themi që ma pak pije me sheqer, me shumë pije natyrale, edhe mu kujdes me shumë për vete, sidomos jo vetëm personat që janë diabetik, por edhe ata që nuk kanë asnjë një lloj sëmundje, por vetëm të kujdesen për veten dhe të pinë më shumë pije natyrale. Besoj që është edhe për juve kështu. Po, ajo është edhe më mirë se je vetëm na kur për shembull na rrok një sheqer ose një tension ose një yndyrë, po në thash që vetë përdori që 8 vite dhe kur shkoj i bëj analizat, është gjithçka në rregull. Nuk them që është produkti imi, po është një produkt që ja vlen me pas në tryezën tonë, gjithçka vendore e tokës tonë, nga fruti deri te produkti final. A ka ma kënaqësi se me pas tryezën tonë, edhe për gjitha moshat.
Nuk është që me thonë hajde veç për shembull për ata që kanë sheqer ose tension, po prej fëmijëve për gjitha moshat. Për krahni prodhimet vendore, për krahni prodhimin tonë se ja vlen edhe është gjithçka e sigurt.